Faleminderit shumë gjithë pjesëmarrësve që jeni sot në këtë konferencë së këtë kryes për mbyllje të projektit të NED-it, që ka qenë fuqizimi i pjesëmarrjes së të rinjve në proceset zgjedhore, por edhe në procese politike. Ka qenë kënaqësi me pas një ekip kaq të madh, me bashkëpunu ndër vite së bashku, edhe dëshirojmë të shfrytëzojmë rastin me juru sukses krejt atyre që janë rizgjedhur në pozitën e antarëve të kuvendit komunal, por një ashtu edhe pjesën tjetër të cilën ndoshta kanë qenë më herë, por tani nuk kanë qenë pjesë e garës pare, ju ka qenë një kënaqësi e madhe me qenë për 4 vite së bashku, pra është një gjeneratë e dytë që ne si Demokraci për Zhvillim e kemi përcjellë dhe besoj që kemi kaluar mirë. Sot kena me diskutu paka shumë rreth projektit se çka kemi mri si grup gjatë kësaj kohe, cilat ka qenë ndoshta objektivat saj në përmbush. Pra projekti gjatë 8 viteve së bashku edhe me gjenerata tjera, mandateve tjera që kemi punu, ky projekt ka qenë përkohë pej National Endowment for Democracy, është NED-i për ndryshe që njeni, ka qenë donator kryesor ndër vite që na kanë ndihmu me gjitha ato trajnime, gjitha ato takime që kemi bo bashkë, kemi përkrah pra nga ky donator. Pra nuk kishte me qenë e mundshme gjitha ai angazhim pa përkrahjen e këtij donatori. Sot kur diskutojmë rreth objektivave të projektit, besoj që paka shumë edhe ju jeni të njohur pse kanë qenë. Ne si D4D që nga viti 2017 jemi angazhu fuqishëm në bashkëpunimin ton me forume rinore së pare dhe pas asaj kemi filluar të bashkëpunojmë edhe me antarë të rinj të kuvendeve komunale, ku siç e thash më parë është gjenerata e dytë me të cilin e kemi përmbyll pra prej fillimit deri fund dhe jemi munduar që në ato pika ku ndoshta nuk ka përkrahje nga subjektet politike për ngritje të kapacitete ose nuk ka edhe mundësi se jo vetëm përkrahje morale, jemi munduar që ato pika me i ndihmu të rinjve që mu fuqizua dhe me paraqit një rol tyne me integritet më të lartë. Rritja e kapacitetit të këshilltarëve të rinj lokal për përfaqësim efektiv politik përmes zhvillimit të aftësive në leadership, komunikim dhe avokim. Kjo ka qenë një prej pjesëve më kryesore të projektit ku gjithsej deri tani në këto trajnime kanë marrë pjesë rreth 150 asamblesë të rinj. Pra ku kemi punuar me ta intensivisht, kur themi 150, ndoshta si numër mundet me u dok i vogël, po jemi duke fol për module të ndryshme. Pra asamblistat e njëri kanë qenë përfshirë në për 5 deri në 7 module të trajnimeve, të cilat kanë pas tema 2-3 ditore, mbi tema të cilat aty ju nevojitën në kuvende komunale. Rritja e ndikimit dhe dukshmërisë së çështjeve rinore në agjendën institucionale përmes angazhimit aktiv, dialogut me qytetarët dhe bashkëpunimit me institucione lokale. Kjo është një pjesë që ne fuqishëm kemi punuar me të rinjt e forumeve rinore, kemi tentuar që nëpërmjet tyre me organizu aktivitete, me ju përkrah idejat. Një pjesë këtu nuk e dia është që nëse ju kujtohet angazhimi me idejat e të rinjve që kanë punuar nëpër komuna të ndryshme që janë financu nga ana jonë për të bërë aktivitete ndryshme për të mirën e komunitetit. Dikun rreth 18 ideja janë përkrahur gjatë kësaj kohe, që janë implementuar në komuna të ndryshme të Kosovës. Aktivitetet pra siç e përmenda janë organizimi i punëtorive dhe trajnimeve, mentorim dhe këshillim, pra gjatë gjithë kohës përpas trajnimeve kemi pas takime individuale, kemi pas takime me secilin grup ose individ që ka pas nevojë për ndonjë këshill ose për ndonjë ndihmesë rreth punës së tyre në kuvende komunale, por qoftë edhe në forume rinore. Shumë shpesh kemi bërë edhe takime me kryetarët e forumeve rinore, kemi ndihmuar në qasje edhe në forumet të tjera ndërkombëtare ku janë antarësu forumet rinore, si për shembull që është forumi i rajonit, ku një pjesë e juve vetë se keni qenë pjesë e gjithë procesit ku jeni antarësu në forumin rajonal. Pjesa tjetër është facilitimi i dialogut ndërmjet përfaqësuesve me përvojë dhe atyre të rinj. Kjo ka qenë kryesisht kur kemi organizuar trajnime ku antarët e kuvendeve komunale aktual janë takuar me të rinjt e forumeve rinore dhe kanë diskutuar mbi përvojat, një gjë që ndoshta edhe sot kemi me bo në pjesën kur do të na bashkangjitet edhe fitimi për pjesën e dytë. Promovimi i angazhimit të rinjve përmes mediave sociale dhe aktiviteteve në komunitet,
Pra kjo pjesë, besoj kete denit, gjitha aktivitetet që kemi bo, gjitha iniciativa që kemi bo, ne kemi qenë konstant duke promovu, për neve ka qenë rëndësisë të madhe që juve si të ri që jeni aktiv në politikë dhe që bëni iniciativa të ndryshme, qoftë ato individuale, por qoftë edhe si grup i partijak apo grup ose në mënyrën e aktivitetit që kemi zhvilluar së bashku, ne kemi tentu me i promovu edhe me ju vu në pa. Një aktivitet që lidhë me këto ka qenë këtë vit, ku kemi organizuar përzgjedhje lokale, debate me kandidat për antar të kuvendeve komunale, ku keni pas mundësi se cili për juve me promovu platformën që keni me përkra pjesën e aty në aktivitete ose cilat tema keni me përkra nëse zgjedheni, po dhe ata që janë zgjedhur ose përfshirjen e grave në politikë, që është një temë për cilën ne besoj që fuqishëm e kemi përkra gjatë gjithë këtij projekti. Qyshe ceka më herët, ne si D4D në 2023, fundin e 2023 kemi fillu një projekt që mbështetet për Bashkimit Evropian, është projekt rajonal, ku bëhet matja e nivelit të pjesëmarrjes së rinisë në 3 dimensione. Po studojmë për dimensionin social, dimensionin ekonomik dhe dimensionin politik. Sot komunal pak ndoshta me diskutu këtë pjesën e dimensionit politik, sepse lidhet edhe me ato vetë projektin që ne e kemi realizu në net, por edhe me pas se ku qëndrojna në rajon me pjesëmarrjen në politikë të rinisë. Ky proces që bëhet në shtetet rajoni është duke zhvilluar prej vitit 2016, ndërsa ne si D4D, pra si përfaqësues nga Kosova, jemi duke bëu për herë të parë në vitin 2023. Pro dimensioni politik i referohet mundësisë të rinjve për të qenë të përfshirë në procese politike, për të informuar mbi punën e qeverisë, parlamentit dhe komunave, dhe për të qenë të përfaqësuar nga strukturat rinore dhe për të qenë të zgjedhur në pozita publike. Ne si net e kemi shtyr shumë këto. Puna të cilën e kemi bërë bashkë me juve ka qenë pra fuqizimi juve dhe që me qenë sa ma shumë në përpozita qoftë të antarëve të kuvendeve komunale, por edhe në përpozita udhëhecse edhe të ekzekutivit. Qëllimi i këtij projekti të netit ka qenë kjo për atë arsye dhe kryesisht kemi punu vetëm me të rinjt e subjekte politike. Qysh e bëhet matja, nëse dikush kur ishini disa numra dhe pse është i rëndësishëm ky projekt që jemi të implementu, e ku shumë shpejt ashtë mars kemi me i publiku për 2024 të ndanat dhe në fund të vitit do t'i publikojmë për 2025. Janë indikator të dimensioni politik, kanë këta indikator bazë cilave bëhet matja e përgjithshme e pjesëmarrjes së rinisë në procese politike. Pra, indikatorët janë përqindja e ministrave të rinj në qeveri, kur folim të rinj, nënkuptojmë të gjithë ata që janë për moshës 18-29, pra. Të gjithë ata që janë nën moshën 30 vjeçare. Ato e kemi marrë si matës, sepse është një indikator matë, sepse në gjithë rajonin është i njëjta vlerë e cila përdoret. E kemi përqindjen e zëvendës ministrave të rinj në qeveri, përqindjen e deputetëve të rinj në parlament, përqindjen e kryetarëve të rinj të komunave, përdorimi i mjeteve online për informim dhe pjesëmarrje, qoftë në nivel nacional, qoftë në nivel lokal, ekzistenca e strukturave rinore në nivel lokal dhe në nivel qendror. Matja e këtyre indikatorëve në fund e jep një vlerë që shkon deri në 100. 100 është ajo pjesa më e mira, po ku ne në këtë pjesë në nivelin e pjesëmarrjes së të rinjve në jetën politike Kosova renditet si e dyta, pra Shqipërinë e kemi të parën, kur mbledhen gjithë këta indikatorë është një formule e cila i ndan dhe Shqipëria është e para, Kosova është e dyta. Mundi me po Turqia qëndron më së keq se edhe Turqia është e përfshirë në pjesën e këtij vlerësimi. A është mirë? Jo. Kur folim që 100 që është më e mira në EU, sipas standardeve të EU-s duhet me qenë dikon afër 80-shit. Ne qëndrojmë prapë larg, jemi më mirë krahasimi me disa shtete të rajonit, por kjo njëkohësisht besoj është arsyeja për shkak se kemi numër më të madh të rinisë në krahasim me shtetet e rajonit, edhe besoj që kjo do të ishte nevoja që ne vetëm me pas një numër shumë, një diferencë më të madhe në krahasim me shtetet e rajonit, po kjo është për
momentin. Kjo është statistikë e vitit 2023, cilën ne kemi publikuar në web faqen e Difordis, mundeni me gjetë gjithë punimin, ku janë gjithë indikatorë, gjitha statistika cila kemi arrit me imbledhë dhe cila tregojnë sakt për nivelin e pjesëmarrjes së të rinjve. Pra, si shihet, Kosova ka qëndruar mirë në vitin 2023, cila do të reflektohet në vitin 2024, pasi parlamenti ka qenë me përbërje të njëjtë, pra do të jetë kjo statistikë, nuk e di ç'është do të jetë në vende tjera për arsye se ata kanë pasur zgjedhje, por Mali Zi dhe Kosova kanë qenë dy që kanë qëndruar më mirë në krahasim me vendet rajonit, por kjo është prapë pak. Jemi të folë 4% tregon që ka shumë pak të rinj që kanë qenë pjesë e parlamentit në këto vite. Qysh qëndron tash me legjislaturën e re, ne sigur se do e bëjmë matjen edhe cila do të paraqitet në vitet tjera. Pjesa përqindja e kryetarëve apo kryetareve të nivelit lokal. Kjo është e shenjë. Nuk ka çka me u diskutu ma shumë, i bje nuk kemi asnjë kryetare, pra nuk që është në moshën 30 vjeçare. Pse e kom bashkangjitë edhe këtë pjesë të përdorimit të medjave, pra kjo është bërë një matje se sa institucionet shtetërore, por edhe ato lokale, përdorin mjetet e komunikimit për informim të publikut, qoftë për vendime, qoftë edhe ekzistencën e tyre. Si shihet, përkundër që tërkohën thirremi në ato se Kosova është vendi i cili ka shtrirje të rjetit 99.99%, edhe njihemi si gjenerate re dhe përdorimit shumë të madh të rrjeteve sociale, sipas saj del që faktikisht nuk kemi bashkë më së miri ka aspekti i nivelit qendror, po lokali është edhe më keq tek niveli qendror i përdorimit mjetëve informimit për me i adresu informatat në lidhje me punën që e bojnë. Pra qëndrojmë para fundit, dërsa në aspektin lokal jemi të fundit. Qysh është bo matja, pra gjitha rrjetet sociale që janë si Facebooku, webfaqja, Instagrami, Twitteri ose X-i, pra nuk ka TikTok, nuk ka Snap, janë ato folë për rrjete ma zyrtare, cilat përdorën nga ministrit, qeveria, edhe pasaj nga komunat. Pra, një diferencë pse bo tek ne në Kosovë, pse jena ndoshta në vendin e para fundit i zhdash pak më shumë, është pjesa X-it. Institucionet tona nuk e përdorin X-in krahasim me shtetit rajonit, të cilët X-i është super i përhapur. Si platformë edhe kjo na e bën pak diferencë se shumë pak institucionet e na ndoshta 2 ministri krej mund me pas Twitterin ose X-in, cilin shtete tjera për shembull Mali Zi, Shqipnia, Serbia e përdorin X-in shumë, sidomos pjesët e ministrive. Kjo është pak a shumë rreth informimit, gjë cila besoj që duhet më përmirësu, nuk e di tash ka aspekti kulturor sa jemi gjendje me u adaptu edhe me një platformë të re, po besoj që kishte me qenë nevojshme, sidomos për përmirësimin e këtij indeksi, për me na e përmirësu edhe këtë pjesëmarrjen ku qëndrojmë si shtet. Disa për rekomandimeve që ne edhe si Difordi edhe si rjet i organizatave që bashkëpunojmë me rini, i kemi është qeverit, është pjesa e rritës dhe regjistrimit për rëndësinë e pjesëmarrjes së të rinjve politikë. Kjo është diçka që ne kena bu me këtë projekt, e bujnë edhe shumë organizata tjera, e bën NDI, e bën OSCE-a, pra është diçka që duhet ndoshta me u vazhdu, gjë cilën ne e përkrojmë fuqimisht. Ofrimin e informacionit të çastshëm dhe mitësor për të rinj bëj çështje kryesore në zgjedhje dhe organizimin e debateve dhe aktiviteteve me profil të lartë që vendosin të rinjt dhe prioritetet e tyre në qendër të fushatave zgjedhore. Kjo është pak a shumë pjesa për të cilën ne vetë se e kemi diskutuar, e përmenda e pak parë si debatet online, takimet tona me rini,
takimet cilat I kemi bërë shumë shpesh me anëtarë të kuvendeve komunale, me qytetarë, po kryesisht me grupe të rinjve, kanë qenë pjesë e aktivitetet tona, po që besoj që duhet me ushtre edhe nga aspekti I subjekte politike që me rritë këtë qasje. Dizajnimin e fushatave zgjedhore për të përfshirë debate që fokusohen në të rinjve dhe çështje që I preokupojnë ata, si dhe krijimin e platformave të dedikuara që mundsojnë të rinjve të angazhohen drejt për drejt dhe të sfidojnë kandidatë zgjedhore mbi këto tema. E kemi diskutuar shumë shpesh, sidomos gjenerata e fundit që ka qenë në parapërgatitje për zgjedhje lokale, pjesa e komunikimit është e rëndësishme me të rinj, gjithashtu pjesa qysh me orientu fushatën, qysh me I adresu problemet, qysh me I arrit komunitetet e veçanta për me ngrit kapacitete. Andaj, kjo është diçka që ju që jeni në kuvende komunale, ju tjerë që vetë se jeni rrëzidh për herë të parë, ju kisha uru që në me në mandatin që keni sa ma shumë e tentu me qenë zë I rinis edhe me shty mrena kuvende komunale problematikat me cilat ballafaqohen rinia, por një të kohë dhe pjesa e grave të reja që janë jashtë politikës. Vendosin e kuotave rinore, pra rezervimin e vendeve në parlamente për të siguruar praninë e të rinjve, pra që shëpon për statistikave më herët, jemi mirë, po jo që ja vleme u përmenë si diçka shumë pozitive, jemi mirë në krahasim me disa vende tjera të rajonit, por hapësirë ka shumë, pra po e seke, duke pas parasysh pjesën e popullatës në tërësi edhe që shëndrojna me rinin si vend, ku I kemi dikun tash, nuk është më 70%, është dikun rreth 60% që janë në moshën 35 vjeçare nga gjithë popullata, besoj që kjo duhet me u intensifiku edhe në pjesën e pjesëmarrjes së të rinjve në pozita ofice. Pra, themelimin e grupeve parlamentare rinore në parlament, kombëtar për të promovuar çështje rinore. Ne si shtet deri vonë kemi funksionuar me KVRL, me pjesën e kuvendit të rinjve, janë institucione të cilat me të vërtet disa prej tyre kanë funksionuar shumë mirë, disa jo, ka pas vend për përmirësime, po me strategjinë e fundit nacionale për rinin është diskutu, është strategjia nacionale 2024-2032, po është një kjo pjesa 2024-2026, ku është parapo që këto struktura rinore me u rifunksionalizu, fatkeqësisht po del prapë që për strategji jemi shumë të mirë, si letra, dokumente jemi duke I bo, po realizime dhe implementimi I tyre prapë është duke dështu, nuk ka lëvizje të mbaja në këtë pjesë. Përkundër që këto struktura rinore kanë qenë besoj një prej kanaleve më të mira të komunikimit dhe adresimit, ndoshta çështjeve rinore edhe grumbullimit ideve dhe probleme me cilat ballafaqohen të rinj. Kjo është pak a shumë mbi ato çka ne kemi bo gjatë këtyre viteve, është me të vërtet kënaqësi me punu me tritë që kam vullnet, sidomos në këtë kohë që po shohim që edhe angazhimi I të rinjve nuk është gjithmonë faj vetëm te politika, tek shteti, një gjë që po e vrejmë sot fatkeqësisht është edhe mungesa e aktivitetit edhe pjesës vullnetarizmit të rinjve, cila është shumë më e vogël krahasim me vitet paraprake, por kur shet të rinj që kanë vullnet dhe duhet me shty procese përpara, ne jemi I krenar që kemi pas një grup kaq të mirë, që kemi bashkëpunuar ndër vite dhe kemi bo diçka pak, janë iniciativa ndoshta që nuk kena ndryshu temat moja, por ka që tema ta bo së iniciativa ose kemi ngrit zonin për diçka e cila na u ka dogë që nuk është e drejtë dhe kemi tentu me zgjidh probleme, sidomos me aktivitetet e Ideas for Change, Liridona Edin, u kon pjesë e tyne, jënë kon ideja vogla, po që kanë ngrit çështje të caktuara me të cilat ballafaqohemi si qytetar.